Escobar Gaviria lindi më 1 dhjetor 1949 në qytetin Rio Negro të Kolumbisë, një vend që në atë kohë ishte i ndarë mes fshatrave të varfra dhe tensioneve politike që shpërthenin në dhunë. Fëmijëria e tij nuk tregonte ende se ai do të bëhej njeriu që do të tunte botën. Në rrugët e vogla të Medellinit, Pablo ishte thjesht një djalë i zakonshëm, me një nënë mësuese të disiplinuar dhe një baba që punonte tokën me nundim. Por që në moshë të vogël, ai tregoi diçka që njerëzit e afërt e vërenin, një ambicie të pakontrolluar, një dëshirë për të pasur më shumë, duke mos pranuar të jetonte në varfëri si brezat para tij. Kur ishte ende adoleshent, Pablo filloi të merrej me gjëra të vogla të jashtëligjshme. Në fillim ishin cigare të kontrabanduara, më pas makinat e vjedhura, pastaj dokumente të falsifikuara. Ai filloi të krijonte grupin e tij të parë të vogël, duke rekrutuar shok nga lagjet më të ashpra të Medellинit. Njerëzit flisnin se ai kishte një aftësi të lindur për të fituar besnikëri, se diçka në mënyrën si shikonte dhe fliste i bënte të rinjt ta ndiqnin pa hezitim. Por asnjëri nuk e kuptonte se ai thjesht po testonte kufit, duke kërkuar një mundësi për të hyrë në botën e madhe të krimit. Vitet 1970 sollën një dallk të re në Kolumbi. Në Amerikën e Veriut, përdorimi i kokainës po rritej në mënyrë të frikshme. Në klubet e New Yorkut, Los Angelesit dhe Miamit po krijohej një kulturë e re rreth kësaj substance të bardhë që njerëzit e adhuronin për efektin e saj euforik. Në Kolumbi, disa burra filluan të kuptonin se kjo ishte një mundësi e jashtëzakonshme për t'u pasuruar në nivele të paimagjinueshme. Mes tyre ishte një djalë i ri nga Medellini që tashmë kishte fituar emër në rrugët e qytetit, Pablo Escobar. Fillimisht, ai filloi si transportues. Nuk ishte ai që prodhonte kokainën, por ai e çonte atë nëpërmjet rrugëve të tij të sigurisë. Shumë shpejt e kuptoi se paratë e vërteta nuk ishin në transport, por në zotërimin e të gjithë zinxhirit. Dhe kështu filloi të blej laborator të vegjël, më pas tokë në zonat rurale, më pas filloi të punsonte kimist nga Peruja dhe Bolivia. Në pak vite, Pablo Escobar nuk ishte më thjesht një transportues i drogës, por një ndër prodhuesit kryesor të kokainës në të gjithë kontinentin. Shumë nga bashkëpunëtorët e tij të hershëm e përshkruanin si një njeri që nuk njihte frikë. Në negociata nuk lëkundej kurrë. Nëse dikush i dilte kundër, ai nuk e mendonte 2 herë. Por, njëkohësisht, ai ndërtonte imazhin e tij si Robin Hood i popullit të Medellinit. Ndërtonte shtëpi për familjet e varfra, hapte fusha futbolli për fëmijët, jepte para në lagjet më të varfra. Për shumë njerëz, ai ishte shpresa e vetme. Por kjo nuk ishte bamirësi e pastër, ishte strategji. Me çdo shtëpi të ndërtuar, ai blinte një shpirt, një sy që nuk do ta denonconte kurrë, një zemër që do të betohej për të. Në kulmin e viteve 70 dhe fillimit të viteve 80, Pablo Escobar krijoi atë që sot njihet si karteli i Medellinit, një organizatë kriminale që nuk kishte të krahasuar në botë. Në pak vite, ai kontrolloi mbi 80% të kokainës që hynte në Shtetet e Bashkuara. Fitimet ishin aq të mëdha saqë flitet se ai humte $1 milion vetëm nga myku, minjt ose kushtet e këqija të magazinimit. Ai vetë tregonte se shpenzonte $1000 çdo muaj vetëm për gomat elastike që lidhte tufat e parave. Në këtë periudhë, Escobar filloi të ndjente se pushteti i tij nuk duhej të ishte vetëm ekonomik, ai dëshironte pushtet politik. Kjo ishte një goditje që askush nuk e priste. Ai doli në skenën politike në fund të viteve 70, duke u përpjekur të paraqitet si një sipërmarrës i suksesshëm që donte të ngrinte Kolumbin nga varfëria. Dhe me miliona dollar që i shpërdante në popull e në fushata, ai u zgjodh deputet në parlamentin kolumbian. Për pak kohë, Pablo Escobar ishte pjesë e pushtetit zyrtar të vendit. Në sallën e parlamentit, ai shfaqej me kostume të shtrenjta, me një qetësi që nuk tregonte as pak se çfarë perandorie kriminale drejtonte në prapasken. Por kjo ngritje politike shqetësoi shumë njerëz.
Kundërshtanët e tij e akuzuan hapur se ishte trafikant dhe Pablo i përgjigjej me dhunë. Madonna, aktor hollywoodiane, milioner amerikan, të gjithë konsumonin droga që kalonin nëpër duart e tij. Pasuria e tij vlerësohej mbi $30 miliard në atë kohë, duke e bërë një nga njerëzit më të pasur në botë. Por ndërkohë, armiqtë e tij po shtoheshin. Qeveria amerikane filloi t'i kërkonte ekstradimin dhe këtu filloi lufta e madhe. Escobar nuk pranonte asnjë negocim për ekstradim. Për të, ekstradimi do të thoshte vdekje. Ai deklaroi hapur, më mirë një varr në Kolumbi se sa një qeli në Shtetet e Bashkuara. Që nga ai moment çdo gjë ndryshoi. Ai filloi të shpërthente bomba, të vriste gjykatës, politikan, gazetar dhe çdo figurë publike që mbështeste ekstradimin. Në rrugët e Medellinit dhe Bogotas shtohej terrori çdo ditë. Bombat shpërthenin në makina, në qendra tregtare, në avion. Njëra prej ngjarjeve më të rënda ishte shpërthimi i avionit Avianca në vitin 1989 që vrau të gjithë pasagerët vetëm për të eliminuar një kandidat për president që Pablo e shihte si kërcënim. Por ndërsa Escobar vriste armiqtë e tij me dhunë brutale, ai vazhdonte të fitonte mbështetje të varfrit. Në Medellin, emri i tij përmendej si shpëtimtar. Banorët e lagjes Pablo Escobar, të cilën ai e ndërtoi, ishin gati të vdisnin për të. Kjo dashuri e popullit i dha një lloj mbrojtje që pak kriminal në histori e kanë pasur. Ndërsa vitet kalonin dhe dhuna e kartelit të Medellinit po arrinte nivele të paprecedenta, qeveria kolumbiane dhe ajo amerikane vendosën të bashkonin forcat për të ndalur Pablo Escobarin një herë për gjithmonë. Operacionet antidrog u bën më agresive, patrullimet ajrore më të shpeshta dhe korridoret e transportit filluan të ngushtoheshin. Por Pablo ishte gjithmonë disa hapa përpara. Ai kishte informator në policinë kombëtare, në ushtri, në gjyqësor dhe në politik. Çdo lëvizje që planifikohej kundër tij shpesh i raportohej brenda pak minutash. Megjithatë, presioni ndërkombëtar vazhdonte të rritej. Shtetet e Bashkuara kërcënuan se do të ndërprisnin ndihmat ushtarake dhe ekonomike nëse Kolumbia nuk vepronte. Në këtë klim tensioni, qeveria kolumbiane propozoi një marrëveshje të pabesueshme. Pablo Escobar të dorëzohej vullnetarisht me kusht që të mos ekstradohej dhe të qëndronte në një burg të ndërtuar sipas kushteve të tij. Në fillim, kjo u duk absurde për opinionin publik, por qeveria ishte e dëshpëruar. Dhe kështu ndodhi që Pablo Escobar ndërtui burgun e tij të famshëm, La Catedral, një strukturë që më shumë i ngjante një resort i luksoz se sa një qelie. Brenda kishte fusha futbolli, një shtëpi lojrash, një klub nate të improvizuar, kuzhinier personal, bilet edhe femra që futeshin pa kontroll. Në të njëjtën kohë, ai vazhdonte të udhëhiqte kartelin nga brenda mureve të burgut të vet, duke dhënë urdhra, duke bërë marrëveshje dhe duke mbajtur kontroll të plotë mbi perandorinë e tij. Por çdo pushtet i tepruar e ka një çarje. Rivalitetet e brendshme në kartelin e Medellinit filluan të rriteshin. Disa nga komandantët e tij të lartë filluan të silleshin si të kishin autonomi totale. Pablo filloi të dyshonte te lojaliteti i disa njerëzve që dikur i konsideronte vëllezër. Kur dy prej tyre u përpoqën ta mashtronin në një marrëveshje milionshë me sigurimin e territorit, Pablo i thirri në La Catedral nën pretekstin e një takimi të rëndësishëm. Aty i torturoi dhe i vrau personalisht, një akt që ndikoi fort në qeverinë kolumbiane dhe që e bëri të qartë se La Catedral nuk ishte burg, por një lloj shteti brenda shtetit. Pas presionit të madh ndërkombëtar dhe turpit që u përjetua publikisht, qeveria vendosi të zhvendoste Pablo Escobarin në një burg të vërtet. Kur Pablo e kuptoi këtë, ai u arratis me një thjeshtësi të pabesueshme, sikur thjesht po dilte nga shtëpia e tij. U fsheh në malet e Antiokias dhe aty filloi një nga ndjekjet më të famshme në historinë e krimit. Njësitë speciale, forcat kolumbiane, CIA, DEA dhe grupe paramilitare ishin në kërkim të tij. Në anën tjetër, Pablo nuk ishte më ai burri i paprekshëm i viteve të arta. Ishte i lodhur, i izoluar dhe i tradhtuar nga shumë që dikur i puthnin duart. Karteli rivaleve të tij, Cali Kartel, filloi të bashkëpunonte me qeverinë për ta gjetur.
Për herë të parë, Pablo ishte i vetëm. Ai lëvizte çdo natë nga një shtëpi në tjetrën, duke përdorur rrugë sekrete, tunele dhe rrjete mbështetëse të pakta që i kishin mbetur. Djali i tij, Sebastian Marrokin, ka treguar se si Pablo i thoshte shpesh se fundi po afrohej, por se ai nuk do të dorëzohej kurrë. Ai vazhdonte të telefononte familjen pothuajse çdo ditë, një gabim fatal që e ndihmoi shërbimin e inteligjencës kolumbiane ta lokalizonte. Më 2 dhjetor 1993, një ditë pas ditëlindjes së tij të 44-t, njësitë kolumbiane e rrethuan shtëpinë ku ai po fshihej në lagjen Los Olivos të Medellínit. Pablo Escobar doli në çati, duke u përpjekur të largohej, por aty nisi një shkëmbim zjarri që zgjati vetëm disa sekonda. Kur gjithçka mbaroi, trupi i tij gjendej i shtrirë në tjegulla të një çatije të thjeshtë, i qelluar në këmbë, në shpatull dhe në kokë. Edhe sot ka debate nëse ai u qellua nga policia apo vrau veten, por për shumicën e ekspertëve, përfundimi ishte i njëjtë. Epoka e Pablo Escobarit kishte marrë fund. Vdekja e tij solli një lloj qetësimi, por për Kolumbinë ajo nuk ishte fundi i dhimbjes. Karteli i Medellinit u shpërbë në disa grupe të vogla, ndërsa karteli i Kallit fitoi terren për disa vite, derisa edhe ai u shëmb. Pasuria që Escobar kishte ndërtuar u zhduk në kohë rekord. Rivalët, shteti, paramilitarët dhe familjarët vrapuan të merrnin gjithçka që kishte mbetur. Fshatarët e zonave të varfra flasin akoma për thasa me para të varrosura në tokë që nuk janë zbuluar kurrë. Imazhi i tij u kthye në legjend. Për disa është një heroj të varfërve, një njeri që sfidoi Shtetet e Bashkuara dhe shtetin kolumbian, që ndërtoi shtëpi për popullin dhe u përpoq të ndryshonte realitetin e vendit të tij. Për të tjerët është një terrorist, një njeri që vrau mijëra të pafajshëm, që bombardoi avion dhe qendra tregtare, një njeri që destabilizoi një kontinent vetëm për pushtet personal. Por cili do të jetë këndvështrimi, një gjë është e sigurt: askush para tij dhe askush pas tij nuk ka ushtruar një ndikim kaq të madh në botën e krimit global. Pablo Escobar mbetet simboli i njeriut që u ngjit nga varfëria absolute në një nga pozicionet më të frikshme të pushtetit, një figurë kontradiktore që i tejkaloi kufijtë e Kolumbisë dhe u kthye në mit, në tmerr, në frymëzim dhe në paralajmërim. Historia e tij nuk është thjesht historia e një trafikanti, por një pasqyrë e një epoke të tërë, e një bote që krijoi një përbindësh dhe më pas u bashkua për ta ndalur.